Cili ishte fillimi yt me bletët? Përshëndetje, unë jam Rudina Muça, gazetare pranë Departamentit të Informacionit në Top Channel. Prej 10 vitesh unë ushtroj profesionin e gazetares në terren, por për 8 vitesh tashmë jam angazhuar si gazetare e profilit të sigurisë ushqimore dhe të bujqësisë. Për sa i përket lidhjes së time me bletarin, kjo erdhi si dhuratë nga babai bashkëshortit tim, pasi unë jam nuse në një familje fermerësh. Ka qenë një park i dhuruar për 100 koshere bletësh. Pse janë bletët kaq të rëndësishme? Eksperienca në bletari për 6 vitesh më ka mësuar se kushtet klimaterike janë kaq shumë të rëndësishme për sigurinë ushqimore dhe për shëndetin tonë, për shëndetin e të gjithëve. Jo më kohë dhe shkencëtari Einstein ka thënë që pa blet nuk ka jetë. Sa ka ndryshuar jetëgjatësia e bletëve ndër vite? Me bindi duhet ta them se aty ku zonat bujqësore janë të zhvilluar dhe aty ku industria është e zhvilluar, mbretëresha dikur gjatësinë e saj e ka pasur 7 vite, ndërsa tani gjatësia është shkurtuar në 4 deri në 5 vite. Dhe kjo është si pasojë e ndotjes atmosferike, por nga ana tjetër edhe e ndotjes së mjedisit përreth nga përdorimi i pesticideve. Pasi pesticidet nuk depozitohen vetëm në bimën ku spërkatja ndodh, por edhe në tokë, në ajër dhe në ujërat nëntokësor. Çfarë të ka mësuar bletaria për natyrën? Më ka mësuar që ta dua më tepër natyrën, pasi prej bletës unë nuk e kam vetëm pasion, por e shoh dhe si një mënyrë financiare ekonomike. Dhe kam kuptuar se në një mjedis të pastër, unë përfitoj më tepër nga ana ekonomike, por gjithashtu dhe dashurinë që kam për mjedisin, për natyrën dhe e them këtë shpesh, sepse duke qenë se familja ime zotëron 7 parqe bletëshme nga 100 koshere secila, në parqet ku janë më pastër, në nivelin më të larta të detit, aty shoh që edhe mjalti është më cilësor dhe mu më gëzon sa herë marr komplimenta. Cilat janë sfidat kryesore që hasni bletëritë sot në Shqipëri? Fatkeqësisht disa herë në familjen time ne jemi përballur me abandonime, me braktisje të familje të bletëve nga kosherja. Kjo vjen si pasojë e kushteve klimaterike, të një pranvere shumë të nxehtë ose të një dimri shumë të lagësht, shumë të ashpër, por zakonisht ndodh në pranverë. Duke qenë se është shumë nxehtë, bletët dalin për të kërkuar ushqimin, ka rënë dhe cilësia e ushqimit dhe sasia e nektarit në terren, atëherë bletët braktisin kosherën pas ngrihen në sistem alarmi. Nga ana tjetër, pesticidet kanë sjellë reduktimin e jetëgjatësisë së bletëve dhe të mbretëreshës, cilësinë e mjaltit, por gjithashtu edhe sasinë e prodhimit të mjaltit, të qumshit të bletës ose të gelatinës mbretërore, të polenit, të përpolisit. E gjitha kjo tregon që ne nuk po jetojmë në një mjedis të pastër, pasi nëse bëjmë krahasimin vite më parë, një kornizë bletë kishte afërsisht 3 kg mjalt, ndërsa tani është ulur me 1, që do thotë brenda një koshere ne marrim 10 kg mjalt më pak. Bletët për ne bëjnë shumë, po ne çfarë mund të bëjmë për to? Bashkimi Evropian, siç e thash më parë, është duke prezantuar qasje të reja për kurimin e bletëve. Ku them kurimin e bletëve, pasi bletët ashtu si në njerëzit, ato preken nga sëmundje të ndryshme. Nëse dikur këto bletë kuroheshin me medikamente të cilat ishin të pasura me metale të rënda, tashmë po shkohet drejt metodave më miqësore me mjedisin, me kontrollin biologjik ose me metoda të reja shkencore, të cilat janë më pak metale të rënda duke shkuar drejt organikës dhe drejt natyrës. Çfarë mesazhi keni për bletarët dhe qytetarët që duan të kontribuojnë? Unë them shpesh që çdo njeriu që prodhon, punon tokën dhe mban gjë të gjallë duhet të puthim duar. Në të kundërt, nuk do të ham mirë. Në të kundërt, ne do të ushqehemi me produkte importi që do të përkthehen më të kushtueshme për ne, por jo më të sigurta se prodhimet made in Albania. Kemi sot më shumë apo më pak mjalt shqiptar? Nëse shohim të dhënat nga Instat,
vërejmë që i vetmi sektor në blegtori që ka pësuar rritje është bletaria. Kjo pasi bletaria të siguron të ardhurat të mira ekonomike, edhe kaq familje se janë bletari në Shqipëri, ne ende nuk i përgjigjim konsumatorit vendas. Për këtë arsye shumë herë thrasim dhe ndihmë të prodhimeve nga importi. Nëse nuk do kemi një mjedis të pastër, nëse nuk do kemi një kontroll të PMV-ve nga Ministria e Bujqësisë të Sigurta dhe mjedisore dhe cilësore, nëse ne nuk do të kemi një mbështetje të duhur për produktet organike, atëherë nuk do jemi në kushte të favorshme për bletarët, të cilët të ushtrojnë një profesion të tillë.